Përzjeni 3 hurma arabie me qumër çdo ditë dhe i thoni lam të mirë çdo problemi. Është një ndër recetat më të lashta popullore e përdorur prej mijëra vite për të mbrojtur nga një sër komplikacionesh, për të mbrojtur organizmin, për ta mbajtur më të fortë dhe gjithashtu edhe më të mprehtë. Hurmat e arabis kanë vlera të larta ushqyese në dobi të organizmit. Ato janë mjaft të fuqishme në mbrojtjen e efekteve pozitive që japin shëndetit tuaj gjithashtu edhe në luftën kundër komplikacioneve të ndryshme. Në këtë video do të tregoj një recetë të thjeshtë në përgatitje, por fantastike dhe mirëbërëse për të gjithë trupin dhe organizmin tuaj në tërësi. Ndaj, përfshirja e kësaj recete në dietën tuaj do të kthehet në një aleate të vërtetë të organizmit në betejën kundër një sër komplikacionesh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është e thjeshtë dhe gjithashtu përfitimet që jep janë fantastike. Këtë recetë mund ta përgatisni dhe ta konsumoni çdo ditë për përfitime maksimale dhe vlera ushqyese për një organizëm të fortë dhe më të shëndetshëm gjithashtu. Përfitimet që do të merrni nga kjo recetë janë mbreslënse. Ajo, në kombinim me qumshtin, do të kthehet në një aleate të vërtetë të organizmit tuaj. Hurmat e arabis përmbajnë disa lloje të sheqernave të cilat nuk kanë nevojë të treten pasi përthithen menjëherë nga gjaku dhe transferohen tek muskujt dhe truri duke ndihmuar kështu edhe në uljen e niveleve të kolesterolit në gjak. Të kombinuara së bashku me qumshtin, ato do t'i japin trupit tuaj energjinë e munguar në mirëfunksionet më të mira të organeve dhe të trupit tuaj në tërësi. Sipas studimeve, një gotë me qumësht me hurma arabie së bashku çdo ditë do t'i dhurojë trupit tuaj të gjitha vlera shëndetësore të tilla si hekuri, fosfori, kaliumi, zinku, gjithashtu edhe minerale të rëndësishme siç janë për shembull magnezi, vitamina A, vitamina D dhe vitamina C, të cilat e mbrojnë organizmin tuaj nga ushqimet të dëmshme dhe gjithashtu e bëjnë atë të jetë më i shëndetshëm dhe gjithashtu më i fortë. Kjo recetë ndihmon në mbajtjen e enëve të gjakut të shëndetshme, të sistemi nervor dhe veshkave të mbrojtura kundër konstipacionit, gjithashtu edhe në mëlçi dhe pastron trupin nga toksinat. Kjo recetë është e mirë gjithashtu edhe për persona të cilët tashmë vuajnë nga problemet e anemisë. Sipas të dhënave, persona të cilët e konsumojnë këtë përbërje do të kenë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e zemrës, gjithashtu edhe kundër komplikacioneve që shkakton anemia. Qumshti dhe hurmat e arabis ndihmojnë organizmin tuaj të luftojë problemet e mungesës së hekurit. Kjo recetë do të përmirësojë qarkullimin tuaj të gjakut dhe ndihmon në zhbllokimin e arterieve duke mbrojtur më mirë shëndetin tuaj të zemrës. Hurmat e arabis bashkë me qumshtin shndrohen në një agent të fuqishëm, sidomos kundër virozave dhe gjithashtu edhe sistemi të dobësuar kundër infeksioneve dhe ndihmon muskujt tuaj të qëndrojnë më të fortë dhe akoma më të shëndetshëm. Kjo recetë është fantastike edhe për persona të cilët kanë probleme me dëgjimin ose dhe shikimin. Sipas Healthline, konsumi i qumshtit me hurma arabie do të përmirësojë nivelet tuaja të shikimit duke forcuar në tërësi shëndetin e syve. Kjo falë vlerave ushqyese dhe vitaminave që mbajnë hurmat, duke ju ndihmuar që të merrni mineralet të duhura dhe vitaminat më të mira kundër këtyre shqetësimeve. Gjithashtu kjo recetë ndihmon në shëndetin tuaj të veshkave, të veshëve, forcon dëgjimin dhe gjithashtu sistemin tuaj tërësor dhe gjithashtu duke mbrojtur organizmin në tërësi. Redukton stresin dhe irritimet dhe i dhuron gjithashtu qartësi shpirtërore dhe mendore trupit dhe organizmit tuaj në tërësi. Falë vlerave të larta ushqyese, qumshti me hurma arabie ndihmon edhe në forcimin e dhëmbëve gjithashtu. Përgatitja e kësaj recete në kushte shtëpie mund të jetë një aleate e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Për të përgatitur këtë recetë, duhet të pastroni me ujë të rrjedhshëm të paktën 7 hurma arabie. I largoni bërthamat e tyre dhe pjesën e tulit e prisni në mes. Kaloni në mikser dhe më pas shtoni një gotë me qumësht. Kalojeni sërish në mikser derisa ato jetë kompakte, masa edhe gjithashtu të jetë e njëtrajtshme. Kështu do ta keni më të lehtë edhe të merrni vlerat e saj dhe të ndikojë gjithashtu pozitivisht në dobit të organizmit.
Është e rëndësishme që të pihet çdo ditë në mëngjes, por edhe gjatë ditëve me mbrëmje të qeta. Kështu, përfitimet e kësaj recete do të jenë të menjëhershme në dobi të organizmit dhe hurma do të kthehen në aleate të vërteta në dobi të shëndetit tuaj dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Hurmat e arabis konsiderohen një minjerë e vërtetë e vitaminave dhe mineraleve për shkak se ajo është e pasur me kalcium hekur, gjithashtu vitaminën A, vitaminën B1, B2, vitaminën D, sodium, squfur, klor dhe magnez. Përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i tyre do të jenë vërtet të larmishme. Ja disa nga vlerat çuditëbërëse të tyre në dobi të shëndetit sipas ekspertëve të Healthline. Ato do të përmirësojnë gjithashtu sistemin tretës dhe aparatin digjesiv. Hurmat e arabis përmbajnë gjithashtu fibra të tretshme, thelbësore këto shumë të rëndësishme për sistemin tuaj tretës dhe jo vetëm. Ndaj konsumi i hurmave në dietën tuaj do të kthehet në një aleate të vërtet për organizmin tuaj, për të pasur një tretje më të shëndetshme dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tyre. Kaliumi i këtij fruti ndihmon jo vetëm të lehtësoni simptomat e diarres, por gjithashtu edhe të forconi florën tuaj bakteriale. Ato do të ndihmojnë në përmirësimin e sistemit tuaj të stomakut. Ushqimet kafe janë gjithmonë të mira për sistemin tuaj tretës, ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj të përgjithshme do të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Ato janë të mira edhe për personat të cilët kanë shqetësime me problemet e anemisë. Anemia është një problem i zakonshëm që prek një në 10 gra. Për të luftuar këtë komplikacion është e rëndësishme që hurmat e arabis t'i keni pjesë të veçantë të dietave tuaja. Pasi janë një burim shumë i mirë i hekurit në dietën e përgjithshme, ato do t'jenë një ushqyes shumë i mirë në rastin tuaj edhe në lehtësimin e mineraleve që trupi duhet i marrë me shpejtësi. Shëndeti i kockave, gjithashtu edhe ai imunitar, do t'jetë një përfitues i denj i këtij produkti natyral. Ky frut i ëmbël është i pasur me nivele shumë të mira të magnezit, manganit, gjithashtu edhe selenit. Një dietë e pasur me element të mirë të selenit është e nevojshme gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit të kockave dhe në rritjen e imunitetit tuaj. Nëse doni të keni më shumë energji gjatë gjithë ditës, atëherë hurmat e arabis duhet të jenë në pjesë pandare dietave tuaja të përditshme. Ato janë një burim shumë i mirë i energjive tuaja trupore. Hurmat janë të mbushura me sheqera natyrale, kështu që janë një ëmbëlsues natyral që do të përfshihet gjithashtu edhe fruktoza edhe elementët natyral si saharoza dhe glukoza. Një ndihmë të mirë jep edhe për rritjen e energjisë. Mjafton të konsumoni gjithashtu disa hurma çdo ditë dhe në vetëm pak minuta sheqeri do të kalojë në të gjithë trupin tuaj dhe do të rrisë energjinë e qelizave. Gjë që është shumë e rëndësishme në ditët kur ndjeheni të lodhur dhe gjithashtu edhe të pafuqishëm. Përfshirja e tyre në dietën tuaj të përgjithshme do të cilësohet si një aleate e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Shëndeti juaj i zemrës do të jetë një tjetër përfitues i madh i këtij produkti fantastik siç janë hurmat e arabis. Kaliumi që gjendet te hurmat e arabis do të ndihmojë në reduktimin e goditjeve në zemër dhe duke përmirësuar kështu edhe shëndetin e saj në tërësi. Ushqime të tilla janë një rol produktiv shumë i mirë kundër këtyre komplikacioneve, pasi mund të mbrojë më mirë shëndetin tuaj dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e një pasnjëshme. Ekspertët tregojnë se hurmat e arabis do të ulen gjithashtu kolesterolin e keq LDL, i cili mund të ngurtësohet në enët tuaja të qakut dhe të shkaktojë gjithashtu probleme të theksuara në shëndetin tuaj kardiak. Të paktën 3 hurma arabie çdo ditë janë në një masë më së e këshillueshme për të përfituar në maksimum prej vlerave të tyre ushqyese. Hurmat e arabis janë ndër recetat më të lashta popullore që janë përdorur ndër mijëra vite për t'i dhënë organizmit tuaj gjithashtu edhe një sër përfitimesh të rëndësishme në dietën e përgjithshme. Ekspertët tregojnë se përfshirja e tyre në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv, madje edhe në kombinimin e duhur të shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni që hurmat t'i keni pjesë të recetave tuaja ditore, duke marrë parasysh edhe rëndësinë e madhe ushqyese të vlerave që kanë ato për ju.
Përfitime shëndetësore të urmave të arabisë me qumësh janë gjithashtu një aleat I çmuar kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë këdo, që nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e urmave të arabisë, siguroni t'i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Të paktën 3 hurma çdo ditë janë më se të këshillueshme për të marrë ndikimet e tyre pozitive dhe për të lehtësuar komplikacionet e tyre. Nëse doni të përfitoni prej tyre, atëherë të kombinuara me qumshtin mund t'i ktheni në një aleat të vërtet të organizmit tuaj dhe të lehtësoni komplikacionet. Siguroni të mos e teproni dhe nëse vuani nga shqetësimet e shëndetit të sheqerit, atëherë përpara përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj në rast se doni t'i përdorni për një kohë të gjatë. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.